Ndalemi tani në të tjera zhvillime, rreth 27.000 maturant në të gjithë vendin janë nënshtruar sot provimit të dytë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Provimi nisi rreth orës 10 dhe zgjati 2 orë 30 minuta. Edhe sot teza është shfaqur dhe publikuar në rrjetet sociale, por që procesi ka shkuar normalisht. Edhe në Shkodër është zhvilluar sot, ashtu si në të gjithë Shqipërinë, edhe provimi pra i gjuhës shqipe dhe letërsisë. Përshëndetje Ergjys Kavaja, si ka shkuar procesi, sa është numri i maturantëve cilët sot u testuan në provimin e gjuhës shqipe dhe të letërsisë në qarkun e Shkodrës? Okej, Ergjys, një moment, sepse mungon audio, punë sekondash do të rikthehemi sërish tek ju. Jemi me kolegun Ergjys Kavaja, i cili ndodhet në qendër të qytetit të Shkodrës, ka ndjekur sot edhe provimin e gjuhës shqipe dhe të letërsisë në qarkun e Shkodrës, që është mbajtur paralelisht edhe në Shkodrë si në të gjithë Shqipërinë. Kujtojmë që provimi nisi në orën 10 dhe zgjati mbi 2 orë 30 minuta. Apo Ergjys, përshëndetje, jemi sërish. Okej, punë sekondash më lëftoj nga në regjia, së të rilidemi me kolegun Ergjys Kavaja, i cili ka qenë sot edhe në gjimnazin 28 nëntori në qytetin e Shkodrës, ku maturantët janë nështruar sot provimit të gjuhës shqipe dhe të letërsisë. 27.000 në fakt maturant në të gjithë vendin. Procesi është zhvilluar dhe në Shkodrë. Përshëndetje edhe njëherë, Ergjys Kavaja. Okej, mirë, ndoshta do të tentojmë dhe njerë në këtë lidhje të drejt për drejt, gjatë kuptohet që jemi live dhe do të rilidhemi ndoshta më vonë me kolegun Ergjys Kavaja, i cili pra do të na informonte mbi pjesëmarrjen, mbi zhvillimin dhe mbi ecurinë e procesit të nënshtrimit sot, të provimit të gjuhës shqipe të maturantëve, cilët janë nënshtruar sot, provimit të gjuhës shqipe dhe të letërsisë. Provimi nisi në të gjithë vendin në orën 10 të mëngjesit. Po Ergjys, jemi sërish, besoj tani dëgjojmë. Okej, është e pamundur me sa duket dhe të menim pra edhe disa informacione që vjen nga Shkodra, gjithësi procesi në Shkodër i të gjithë maturantëve ka shkuar normalisht, nuk ka pasur problematika, siç kanë mbritur informacionet në redaksi nga kolegu ynë Ergjys Kavaja në qytetin e Shkodrës, ku pra sot maturantët atje ju nënshtruan pra edhe provimit të gjuhës shqipe dhe të letërsisë. Në total janë, siç kemi theksuar, 27.000 maturantë dhe në pas do t'jenë javës tjetër edhe provimet e tjera për të gjithë maturantët.